Sopranoja korçare Olsa Pema ka dhënë një koncert recital në sallën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë. Ishte një mbrëmje muzikore e veçantë ku emocioni, zëri dhe arti u takuan në skenë. Olsa Pema solli rrugtimin e saj artistik në një koncert intim e plot ndjesi, të titulluar My Way, një rrëfim përmes këngëve që e kanë shoqëruar dhe frymëzuar ndër vite. Ndihem shumë emocionuar dhe shumë mirënjohëse publikut korçar që më mbështeti me duar trokitje të fuqishme. Jam shumë e lumtur që mundësova këtë recital të parë timin, ka qenë një ëndër. Edhe për momentin ndihem shumë e gëzuar. Arti për mua është, si thua, bashkëdhëtar në gjithçka unë bëj. Kështu që nuk kishte si ta lija veten të, si thua, ta ndaja elementet e përditshmërisë time nga arti. Dhe sot ndihem e plot. Shumë kënaqësi që performova sot para publikut të Korçës. Unë kam një lidhje të veçantë me qytetin e Korçës. Origjina ime është nga Korça, babai im, të afërmit e mi jetojnë gjithë në Korçë, bashkëshorti im është nga Korça, kështu që për mua ishte një kënaqësi e veçantë për herë të parë në teatrin këtu, ndërsa kam debutuar dhe para shumë vitesh. Ishte një udhëtim muzikor që foli për dashurinë, ëndrat dhe vetveten. Ky ka qenë i pari koncert recitali Olsës, i cili u mirëprit nga publiku, pasi interpretimet magjepsëse ishin një dhuratë shpirtërore për të gjithë publikun ardashës.